أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet shumëta gjithmonë janë vetëm për Allahun xhalla shanuhu, atë e falënderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e Allahit dhe e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra të nderuara, unë Taib Rahmani ju përshëndes gjithëve, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Një përshëndetje shkon për Këshillin e Bashkisë Islame Dragashin dhe TV Opojen për incizimin e këtyre ligjëratave që gjatë muajit shejt Ramazanit t'jemi më afër gjatë xhamatit tonë me ligjërata të ndryshme. Një përshëndetje shkon për gjithë qytetarët e Opojës dhe Mexhar. Allahu ja u pranoft agjerimin e tyre, lutje dhe duat gjatë këtij muajit shejt Ramazanit. Tema për cilën do të flasim sot inshallah është namazi dhe vlera e tij. Është një temë që për fat të keq shumë njerëz të mos ja dinë vlerën dhe rëndësinë që ka namazi e kanë lënë anash dhe nuk po kryejnë këtë urdhën, këtë obligim të Allahut xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Edhe pse shumë në vendin Kur'an Allahu xhalla shanuhu e ka përmend namazin wa aqimus salat, faleni namazin. Para se mi përmend disa fjalë të Allahu xhalla shanuhu, disa ajete të Kur'anit dhe disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam për vlerën dhe rëndësinë e namazit, duhem me cek se vetë obligoshmëria e namazit në bën me dije se sa është i rëndësishëm dhe sa vlerë ka namazi. Sepse të gjitha urdhnat dhe obligimet tjera pejgamberit alayhi salatu wassalam i kanë zbrit në tokë, përveç namazit, i cili ju bë obligim në qiell, apo në qiellin e 7 në Sidratul Muntaha, atje ku e thiri Allahu xhalla shanuhu, kur një natë pejgamberi alayhis salam ishte duke fjetur shtratin e tij. Dhe Allahu xhalla shanuhu e çoi melaqen me trazue pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe me çuën qiell në Sidratul Muntaha në rastin e Isras dhe Mihrajit, kur ndodhi dhe atje Allahu xhalla shanuhu ja bëri obligim namazin apo faljen e namazit. Edhe pse e obligoj me një obligim shumë të rëndë, me 50 kohë namazë ditore, apo brenda 24 orëve, po pejgamberi alayhis salatu wassalam e pranoi këtë obligoshmëri të namazit apo këtë obligim, sepse i tregoi Allahu xhalla shanuhu vlerën dhe rëndësinë që ka ky obligim i Allahu xhalla shanuhu. Por transmetohet se duke zbritur prej qiellit 7 e takon qiellin e 6 Musain alayhi salatu wassalam. Dhe i thot: o Muhammed, me çka të ngarkoj Allahu xhalla shanuhu ty dhe ummetin tënd? Thot: me 50 namazë brenda 24 orëve. Thot: kthev dhe lut Allahun xhalla shanuhu që ta zvogloj numrin e namazeve, sepse ummeti jot është i dobët, sepse thot Beni Israilet, populli jam, i kanë pas 3 kohë namazeve dhe nuk e kanë kryer ato. Dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam u kthye disa herë dhe luti Allahun xhalla shanuhu që me zvogluan numrin derisa ka transmetime që disa herë bëni këtë punë derisa Allahu xhalla shanuhu i tha: o Muhammed, ti dhe ummeti jot i keni 5 kohë namazet brenda 24 orëve, por vlera dhe rëndësia, shpërblimi është sa 50 namaze ditore. Pra pse e bëni Allahu xhalla shanuhu obligoshmërinë e namazit në qiell? Për me tregue se çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie ka namazi. E që për fat keq, shumica prej nesh sot nuk po ja dimë rëndësinë dhe vlerën e namazit.
Kuptimi tjetër i namazit është se fjala salat, me përkthyer për arabishtës, i ka disa kuptime, apo 3 kuptime. Dhe njëra prej saj është se është lidhje ndërmjet e robit dhe Allahut xhelle xhelaluhu wa xhelle shanuhu. Kur jemi namaz, jemi duke biseduar me Allahun xhelle shanuhu, jemi në lidhje direkte, pa perde, pa ndërmjetësim të askujt, por direkt duke folur me krijuesin ton, me Allahun xhelle xhelaluhu wa xhelle shanuhu. Andaj edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam na mësojnë se njeriu duhet me qenë i përqendruar në namaz. Që namazi jon të jetë i plot, sepse kjo bisedë me krijuesin ton, me Allahun xhelle shanuhu, që bëhet të jetë e pastër dhe të jetë e plot, që Allahu xhelle shanuhu me na shpërblye përmes namazit ton. Unë do t'i përmendi edhe disa ajete, disa fjalë të Allahut xhelle shanuhu, që tregojnë për vlerën dhe rëndësinë që ka falja e namazit. Thot Allahu dhul xhelal, a'udhu billahi bismillah, wa aqimus salat, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari, wa la dhikrullahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahu al-azim. Thot vërtet namazi të largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat. E përmendja Allahut është më e madhe. Pra, po na tregon ky ajeti i Allahut xhelle shanuhu se namazi e largon njeriu prej gjërave të këqija. E përmendja Allahut thot është më e madhja për ju. Kemi edhe disa ajete tjera ku Allahu xhelle shanuhu thot për vlerën dhe rëndësinë e namazit. Thot me një ajet, thot kanë shpëtuar besimtarët, të cilët gjatë namazit janë tepër ulur, dhe të cilët e ruajnë namazin e tyre. Të tillët janë trashëgimtar të Firdosit, ku do të jenë përgjithmonë. Pra shumë i qartë është Allahu xhelle shanuhu përmes fjalëve të tij që na tregon për vlerën e namazit. Kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët i përulën Allahu xhelle shanuhu në namaz, e ruajnë namazin e tyre. Dhe këta kanë me qenë trashëgimtar xhenetit Firdosit, ku dëshirojmë që Allahu xhelle shanuhu inshallah na bën nasib gjithëve. Kemi edhe ajete tjera, cilet e përmendin vlerën dhe rëndësinë e namazit, ku Allahu xhelle shanuhu thot ai njeri i cili ja di vlerën e namazit dhe e fal namazin rregullisht dhe duke qenë shpirtnisht i pastër dhe duke besuar gjithmonë se Allahu xhelle shanuhu përmes namazit do ta pastron shpirtin e tij, thot Allahu xhelle shanuhu, i thot atyve: Ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu al-azim. O ti shpirti bindur plotësisht, kthehu te Zoti yt i vetkënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robëve të mi dhe hyn në xhennetin tim. Pra kështu Allahu xhelle shanuhu pi thoi ka atyve të cilët e kam pas kujdes dhe rëndësi namazin në dunja, vëllezër dhe motra të nderuar. Ajeti tjetër vazhdon dhe thot Allahu xhelle shanuhu ka shpëtuar ai që është pastruar, që ka përmend emrin e Zotit vet dhe është falur. Kemi edhe shumë ajete tjera, të cilët tregojnë për rëndësinë dhe vlerën e namazit. Tash do të vazhdojmë me disa hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam, për cilën na tregojnë vlerën dhe rëndësinë që ka falja e namazit. Muhamedi alayhis salatu wassalam faljen e namazit e ka krahasuar me lumin. Dhe thot, sikur para shtëpisë juaj me pas gjithë sikurshi nga një lum dhe me him u pastrua 5 herë në ditë, a kishte mbet në dytësi në trupin e juaj? Pa dyshim se jo. Thot njëjtë është edhe me namazin apo me faljen e namazit. Ai i cili e fal namazin, Allahu xhelle shanuhu përmes namazit ja pastron mëkatet, gjunahet e tij që i bën pa dashje brenda ditës apo mëkatet e vogla që i bën pa qëllim. Hadithi tjetër thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, 5 kohët e namazit, xumaja deri në xumën tjetër, edhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër,
janë shlyes i mëkateve të juaja. Pra, përmes këtyre hadithëve pe shohim vëllezër dhe motra të nderuara se sa rëndësi që ka me fal namazit. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu shkoi te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut, më trego çka është më e dashur te Allahu xhalla shanuhu. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha namazin kohën e vet. Tha pastaj cila ja Rasul Allah? Tha bamirësia ndaj prindve. Tha pastaj cila ja Rasul Allah? Tha gjihadi apo lufta për hir të Allahut xhalla shanuhu. Shkoi një njeri tjetër te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe pi thot: ja Rasul Allah, më trego për një punë e cila me shtëpia apo me çon në xhenet dhe më mpron për zjarmin e xhehenamit. I tha pejgamberi alayhi salam, tha adhuroja Allahun dhe mos i bën shok atij kur. Fale namazin, agjero Ramazanin, jep zakatin dhe mbaj lidhjet farefisnore. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam këshillat e tij, duke i këshilluar sahabët shokët e vet, ju thojke: a dëshironi t'ju tregoj se çka i shlyn mëkatet e juaja dhe çka e ngrin gradën e juaj? Ata i thonë: sigurisht ja Rasulullah. Tha pejgamberi alayhi salam: marrja e avdestit edhe kur është e vështirë, shkurja shpesh në xhami për me fal namazin dhe pritja e namazit pas namazit, tha kjo është e fortifikuar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gëzimin e tij gjithmonë e kishte më të madh namaz. Këto e ceki edhe në hadith ku tha gëzimi im më i madh është namaz. Pse? Sepse e dinte se është duke biseduar me Allahun xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu, me krijuesin e vet, dhe ju qetësonte zemra dhe shpirti i tij përmes namazit. Xhamati nderuam, vëllezër dhe motra të nderuara. Gjëja e parë për cilën njeriu do të jep llogarinë ditën e gjykimit apo do të pyetet është namazi. Nëse me namaz i ka pas sende të mirë, edhe punët tjera kanë më shkuar rënd të mirë. Po nëse me namaz nuk i ka pas sende të mirë, Allahu a'lam për ta. Ky hadith i pejgamberit alayhis salam edhe këta hadithe tjerë na bëjnë me dije se sa i rëndësishëm dhe sa vlerë ka namazi. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë: nuk ka fe ai i cili nuk ka bes. As namaz pa pastërti, as fe thot nuk ka pa namaz. Për fe namazi është thot sikurse për trupin çka është kokë. Pra shumë i qartë është ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam se çka është për fen namazi, pra sikurse sa rëndësi ka koka për trupin e njeriu. Pse pejgamberi alayhi salatu wassalam po na thot që mësoni o fëmijëve të juaj namazin në moshën fëminore apo në moshën 7 vjeçare? Pse? Sepse përmes namazit njeriu e edukon shpirtin dhe zemrën e tij. Se namazi e largon, thamë më herët, njeriu prej veseve dhe punëve të këqija. Por edhe shpërblimi Allahu xhalla shanuhu për ty si prind, nëse ti ja mësoj fëmijën tënd namazin, ka me qenë i madh Allahu xhalla shanuhu nëse fëmia jot fal namaz bashkë me fëmijën tënd. Por edhe nëse vdesim dhe fëmijët tonë falin namaz, lënë trashëgimtarë cilët e falin namazin, duaja e fundit e namazit është: Rabbana maghfirli wa li walideje. O Zot, më shpëto mua dhe prindit e mi. Pra kjo dua do të na arrijë edhe nëse jemi në botën tjetër, pra sa herë që fëmijët tonë falin namaz. Andaj vëllezër dhe motra të nderuara, sa të mundni edukoni fëmijët juaj që me fal namazin, sepse namazi ka vlerë dhe rëndësi shumë të madhe. E sidomos tash ku jemi në muajin e shehtë Ramazanit, muajin e shehtë agjerimit, ku Allahu xhalla shanuhu
e shufishon shpërblimin dhe sevapin e këtij muaji të shenjtë, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili e fal një namaz vullnetar apo një namaz sunet gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, Allahu xhalla shanuhu ja llogarit sikur mi fal një namaz fars mujve tjerë. Kurse ai i cili e fal një namaz fars, Allahu xhalla shanuhu ja llogarit sikur mi fal 70 farzë në mujve tjerë. Andaj mos t'i lam këto ditë të bekume që të na ikim pa namaz, vëllezër dhe motra të nderuara. Një ditë do t'i bien pishmanit njerëzit cilët nuk e kanë falë namazin apo nuk e kanë kryer këtë obligim të Allahut xhelle shanuhu, sepse pejgamberi alayhis salam kur shkoi në rastin e Isras dhe Mihrajit, ku i pa do njerëz që me krynat e vet, me kokat e veta, po bien gurësve të mëdhej, shkembëve të mëdhej dhe po troshitin kokën krevit. Dhe mos i bëhet tishk, Allahu dhul xhelal prap po ja bën xhenet çu ka qenë më herët. Dhe kur e pa pejgamberi alayhis salam i tha, o Gjibrail, tha, kush janë këta njerëz cilët po dënojnë vetveten e tyre? Tha, o Muhammed, këta janë ata cilët nuk i kanë kushtuar rëndësi namazin në dunjë. Dhe pi bien pishmanit pse nuk i kanë falë namazin dhe po e thënë kokën e vet, cilët nuk e kanë ruajtur namazin e tyre. Andaj, vëllezër dhe motra të nderuara, Allahu xhelle shanuhu na ka dhënë 24 orë kohë ty dhe mu dhe gjithëve. Dhe brenda këtyre 24 orëve ka obliguar me 5 kohë namaz. Një namaz kushton 10 minuta, me ja kushtua namazit, të merr kohë. Pse ti dhe unë jenë gjendje të gjitha obligimet të tjera mi krye, kurse kur po vjen puna namazit pelash anash. Pelash anash një punë të rëndësishme, një punë të madhe. Per rresh vetën apo po mashtrosh vetën duke thonë se nuk kam kohë apo puna apo diçka tjetër. Kur po kije kohë për gjitha qëllimet e jetës tënde në dunjë. Andaj mos e mashtro vetën tënde. Mos e mashtro që me të shkuat dita pa fal namaz se do t'i biesh pishmanit një ditë. Do t'i biesh pishmanit pse nuk e ke fal këtë namaz, të cilën ka vlerë dhe rëndësi të madhe. Por e kam një lutje të sinqertë që për ata të cilët deri sot nuk kanë falë namaz, le të pendohen te Allahu xhelle shanuhu me pendim të sinqert që Allahu më falë këtë mëkat. Dhe le t'i kthehen namazit, le ta falin namazin, sepse gjendja tyre ka më ndryshuar gjithmonë ka e mira. Sepse namazi është pastrim i jotin dunjë, namazi është shpëtimtar në ditë gjykimit, namazi është shpëtimtar në varr, namazi është shpërblimi i Allahut xhelle shanuhu në xhenetin firdaus. Këtë ligjërat, këtë temë unë dua me përmbyll apo me përfundue me ato që ka pejgamberi alayhi salatu wassalam e përfundoi jetën e vet. Në prag të vdekjes, kur erdhi vdekja pejgamberit alayhi salatu wassalam, çka tha pejgamberi alayhi salam? Fjala e tij ishte as-salat, as-salat, tha namazin, namazin. Edhe unë këtë ligjërat temën duhem me ja përfundue me hadithin me këtë fjalë pejgamberit alayhi salam. Vëllezër dhe motra të nderuara, faleni namazin, sepse ka rëndësi dhe vlerë të madhe. Elus Allahun xhelle shanuhu të më falë mëkatet e mia, të prindëve mi dhe të gjithë besimtarëve. Elus Allahun xhelle shanuhu të na bashkon me pejgamberin alayhi salatu wassalam xhenetin firdaus. Ju përshëndes gjithëve, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.